Ciao. Statemi bene. Ciao amore. Ciao. Erdhëm në aeroport. Happy birthday to me. Tani jemi rrugës për në aeroport. Jo rrugës, më fal, jemi në aeroport. Ja ku është Cindy, ja ku është Janica, diku në atje tu ngatru me valigjen. Do shohim aeroport. Tu ngatru me valigjen? Si? Tani do shohim aeroportin se si e kanë sistemu të ri, sepse në fakt unë hala nuk kam marrë vetëm as Cindy, jo. Vetëm Janica e ka pa aeroportin. Dove vuoi mettere soluzione? Dove vuoi mettere? Io, raga, storytelling. Arsona devi fare domande. Cazzo, ogni volta. Qualsiasi cosa, ma dove? Tani aeroportin e kanë bërë të ri, edhe ne do e eksplorojmë aeroportin e ri. Edhe që tani ka vetëm shqiptar këtu vërdall, kështu që m'duket tani do ta vërtetoj. M'duket se lejohet me marr langje, budalliqe të tjera që kalojnë edhe 100 ml. E m'duket që lejohet domethënë me marr edhe ujë kështu. Ne në fakt ujë s'kemi me vete. No? Kemi budalliqe të tjera, kemi atë garnia ako micellare strucante që është më shumë se 100 ml. Shofim. Kutia është më shumë se Si kutia është, po, sepse ishte në gjys. Però, a di se mu mi kanë tret edhe nëse është në gjys. Quindi, shofim. Sono già stanca. E inizia. Interessante. Perché cade sul coso bianco. Perché me l'ha mandato Janica così. Atëherë, si gjithmonë, ne menum që ishim në rregull dhe shpëtum, sepse zakonisht e nalin Cindyn me i bë kontrollin. Edhe nuk e ban kësaj radhe dhe ne e parti të lumtur, po në fakt nuk ishte kështu sepse valigjet e Janicës, ku i kemi të gjitha bashkë, valigja jon, unë kam pas marr fiksat e strukante dhe lejohej, po thjesht kompjuteri tha priti sekond se ky po më duket pak i çuditshëm. Edhe kështu që do të më bë kontroll, por diçka që nuk na pëlqeu ishte që hapi valigjen kështu aty, larg nesh, po para gjithëve. Ndërsa në Shqipërinë diçka që më pëlqen është që ta hapin para syve tu, me ty me njan. Plus je ti ai që e hap. Po, je ti që e hap ai tjetrin. Fiks, e kjo nuk më pëlqeu shumë, po shnosh. Prit hedhi pak parfumi herë. Avioni me vonesë. More me menemsa. 5 euro, 50 menemsa. Crazy. Po nejse, ja vlen. Kam qef vetëm ngjyrën blu. E menems vetëm blu. Me thanë, i harë dhe tjerat, po blu. Anche per problema, 5 euro mi ho spesi. 5 euro, 3 euro ujë. Cioè il bello è che poi prendiamo il volo da 10 euro e poi spendiamo 20 milioni di euro in cosa. È gërmat. Poi thoja që merr volon, atë fluturimin, sa kemi paguajt, një 20 euro vajti ardhje. E pastaj harxoj 20.000 euro këtu. Marrësh. Mirëmëngjesi nga Tirana. Sot është ditëlindja ime. Edhe shkollë. Futur shkollë. Po e vërtet se nxënësit janë në shkollë në fakt. Se edhe është e premte, jena mësuar duke ardhur gjatë verës, gjatë pushimeve. Bëj qef. Gjatë pushimeve verore, e tash lesh njerëzit në shkollë, në punë, po nejse. Ne tani do ikim me bathojt ndalesa e parë e ditës, sepse dita ka shumë ndalesa sot, po ikim me bathojt edhe pikpyetja më e madhe është se si do i bëjmë, as nuk e dim. As nuk e kemi venos. Cindy ndoshta po. Cindy si që ka të kuqe. Si që ka të kuqe, do i bëjë prap të kuqe. Ndërsa Janica, ma mirë mos me e pyetje Janicën. Mi giudica. Io lo sapevo sempre a giudicarmi. Janica i ka pak shihet kështu. Çuditshme. Unë me siguri do t'i bëj diçka roz. Edhe ka mundësi t'i bëj naj French me ziza edhe me naj zemër, se nga që kemi edhe Shën Valentinin. Jo se kemi naj person me cilin me kalu Shën Valentinin, po va bene lo stesso, gjithsesi njëjtë. Le galline. Ju pëlqen makina jon? Ha, mega luksi. Mega luksi. Ja ku erdhëm tani te saloni I thonjve. Ora 8:12, jemi në fakt 12 minuta me vonesë. Ma da che parte entriamo? Di qua o di là? Tani kjo është forma që kemi zgjedh, edhe zakonisht nuk jam tipi për këtë formën, por do ndryshojmë këtë vit. 2026 viti. 2026 viti ndryshimeve. Guarda che la mia fotocamera qualcuno l'ha presa. Janica sta facendo un video con la tua fotocamera. Ah, con la mia fotocamera, I love it. Eccola! Ci andiamo. Eccola! Allora, Stai a vedere le unghie! Quanto il mio non le vuoi vedere, scusa? no, solo io quindi facciamo. Fateci vedere queste unghie. Vabbè, dopo dai, più o meno male che non dobbiamo uscire qua, speriamo che la nostra uscita sia... Guarda, guarda quella mano così. Ah sì, sì. Eccoci! Sì, così ci piace.
Questo giù. Cindy? Non è un nostro problema. Sincero. Speriamo almeno. No. E si agita. Gjithmonë pamja këtu nga Vegas. No, vabbè, ka dalë edhe Ylberi, që sa bukur. Wow! Bellissima. Me fan. Ehi, fammi azzurri! No, qualcuno deve... Che topin! L'altra volta stavo per svenire perché mi stringeva troppo la mano. Oddio, che paura! E lei non lo sa, non gliel'ho detto perché non avevo ancora. Ma spastrongo forte, eh? C'è Quelli col suo telefono, qualcuno. Mi të gishtat. Po unë që isha vetëm e s'kisha kush me majt dorën. Vetëm edhe ki kalu kështu. Super! Ishte pra, po ishte një pikë e madhe. Si më ka po dorën. Si më ka po dorën. Faccio vedere queste labbra. Një kafe borç. Ma che Dy, edhe një kafe edhe një bërsi. Një kafe, capito? First reaction. First reaction. Aspetta, facci vedere. Peta, poi linare me vitaminën. Po, ma ne shek kështu. Gati. Vediamola. Aspetta. Oh, Madonna. Sa bukur. Vabbè, tani janë pak edhe të vrame, normal që ndri kalon. Che diva. Do sot dhe mos. Që sa bukur duket. Jo gjitha këtu duket perfekt. Kjo është gjendja momentalisht, po ham picën në makinë. Kjo është darga jo. Që nga momenti i funit që kemi fol, ka ndodhur shumë budalliqe, por kur të arrim në shtëpi, do të tregoj. Sepse më të vërtet katastrofë. Cindy po bën sa selfie pa mua në fakt. Po më në fund kemi arë në shtëpi siç mund dallohet, jemi rehatu, jemi ndru, kemi pushu, jemi pastru, jemi bën gjitha, jemi ly, e tash të dalim. Dalim do ikim me gjutajnën. Dalim, do të kallim, stonte do të tundim. Buskuqi i kuq. Që thashë do guxonim, do e provonim ma tepër buskuqin e kuq. Qa ka ndodhur sot shumë sene, shumë budalliqe, ishim gati t'u ngel pa shtëpi sepse Robi prenoton në booking shtëpinë, e pastaj zotnia kur ti shkru, a mundesh me më tregu lutem ku është fiks shtëpia, thot, shtëpinë se kam bërë disponueshme, se e kanë rezervuar ato që e kishin paralesh, e kanë rezervuar për me majt disa ditë tjera. E unë i thash kjo nuk është e mundur, se në booking nuk të lejon, se nëse dikush tjetër e ka rezervuar shtëpinë, booking nuk të lejon ty, edhe pse ti je mrena asaj shtëpie, nuk të lejon me rezervu për ditë tjera, nëse ato ditë janë të dikujt tjetër. Nejse, pastaj na e gjeti një zgjidhje, na dha një apartament tjetër, që ishte të një kolegu ti. Po këtu do me thënë as me booking, s'mund t'ju besojsh njerëzve. Ne nuk është se kishim probleme se një apartament tjetër në Tiranë gjehet, jo po apartament, jo po hotel, jo po budalliqe gjehen, vetë se stresi, pse? Shumë stres. Po pra, se kur në 6 darkës, që ne me ishim të prit për shpive pushu pak, e pastaj kur, unë i shkryjta. Saj nuk është se i ka rënë nërmen me më thanë vetë. Shiko, sa di se këshu, shife gjejnë ai tjetër. Lesht. Na ka fshi fare. Nejse, se në sinodhin një nuk është se kena qa me bë. Rëndësi ka që shpine kena. Po, edhe tani, edhe një orë dhe pasaj sa shma ditlindja ime. Ditlindja jonë. Gjithë bukin. Do ikim për herë të parë te 5 cavalli në Sauk. Sepse zakonisht kemi shku te ajo Verorja, ndimër s'kemi shku në i herë të 5, edhe kështu që do ta eksplorojmë edhe atë, Solta Shtajna, Cindy ka po filler, kështu që Cindy po pin shumë pak, po pin vetëm pak, se nesër se do bëjmë namin, po nese, tani nuk i lejohet Cindyt me pi, edhe ja ku janë edhe thojnë, se nuk e di nëse i kam tregu, këto janë thojnë që i kemi bërë sot, shi sa bukur. Super cute! Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri, 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 tanti auguri a me.
po do këtë e për bukur sonte si gjithmonë. A në ndisponim sonte ajo!